mirë se erdhët miq të dashur. Jam e kënaqur që nisim javën së bashku në Villa 24 bashkë me Katerinën, si çdo mëngjes në kuzhinë. Mirëmëngjes Kater. Mirëmëngjes, të dashur. Faleminderit gjithashtu edhe për të zemër. Mirëmëngjes të ju të dashur Amfisa, ju urojmë një ditë bukur, një javë të mbarë dhe ju ftojmë këtu tek Ëndë i Gatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Do ta fillojmë ëmbël ditën sot dhe mendojmë të bëjmë një baklava të shpejtë, të rrudhosur, veç se për 20-25 minuta dhe do ta keni në pjatë. Dhe si do realizohet kjo, do ta tregojmë neve që tani. Dhe është mirë që këtë lloj baklava pse jo mos ta bëni edhe për Bajram. Po. Sepse avash po na vjen festa e Bajramit, kështu që mendojeni, shikojeni, ndoshta mund ta provoni edhe një herë dhe ta keni për atë ditë, sepse vërtet bëhet shumë i mirë, edhe shpejt, edhe shishëm, edhe do kënaqeni. Ashtu, të gjitha. Tani, unë faktikisht kam vërë një 2-3 pet në fillim fare, duke i spërkatur pak me gjalp dhe kam filluar do me thënë që sepse dua që të arri kohën të tregoj të përfunduar ashtu siç juve ju thash. Kam këtu një pako peta. Petet e gatshme? Të gatshme, po me petë të gatshme, sepse me petë dhe ky lloj byre, më falni, baklava, bëhet me këto petët e gatshme dhe del shumë i mirë. Fillimisht, tham do të vendosim 3 petë kështu siç janë, pastaj do t'i vendosim të rrudhosura, që do t'i bëjmë kështu. Tani për tavën që kam, unë ju kam vënë ato gramaturat atje, juve do i bëni për një tavë më të madhe. Unë kam tavën më të vogël dhe sigurisht që do të më duen më pak pet, më pak ara, më pak nga të gjitha. Po, nga ato që kemi në recet, që do t'i shohim pas pak në fakt të gjitha, por si fillim unë po ju kujtoj se ku i gjejmë ne produktet që kemi sot mbi tryezën tonë, për cila do të përgatisim disa receta dhe e nisëm me baklavane, cila do të na doj pak më shumë kohë për të pjekur edhe për ta përfunduar. Megjithatë, siç ta kati në 45 minuta do ta kemi gati. Pikërisht tek Ne Ramzi, gjithmonë një hap përpara, aty do të gjeni të gjitha përbërësit që kemi sot mbi tryezë dhe këto petët që janë ideale për përgatitjen e baklavas, edhe të asaj baklavas klasike, që ndoshta jeni mësuar të bëni ato metodat e tjera, të cilat dhe ne i kemi treguar në studio në fakt dhe i gjeni edhe në video tona të kaluara, kryesisht në atë muajin festiv të dhjetorit, ku kemi sjell pafund alternativa. E megjithatë është një ëmbëlsirë e cila i shkon shumë mirë, siç thamë edhe festës së Bajramit që do të kemi javën e ardhshme, është një ndër ato ëmbëlsira tradicionale që ne i preferojmë. Zakonisht duam pak impenjim dhe kohë, ndaj Katerina sot po na sjell metodën më të thjeshtë të mundshme me peta të rrudhosura. Atëherë do dashur Anvisa, kemi shkrirë gjalpin, kemi ndarë arat, nëse do të kemi, do me thënë për masa që ju kam 300 dhe 300 gram, të cilat në mesi i ndani, i thërmoni me pak sheqer dhe pasi kemi bërë shtresën e parë me rrudhosje, do të edhim arat, do me thënë gjysmat e sasisë arave. Dhe do vijoj me petet e tjera, besoj. Sa shtresa bëhen në këtë mënyrë? 2 shtresa. Me 2 shtresa është mjaftueshëm mirë, do me thëmë për ta përgatitur. Tani, pasi kemi vendosur këtë shtres, do të vendosim një pet, të cilën do të vendosim kështu, do me të zëj... Të hapur. Të hapur, po, të zëj komplet pjesën e tavës. Unë e bëra në tavë të rumbullakët, por sigurisht që më të bëni edhe në ato që janë në drejtkëndshe. Edhe fillojmë, këtë do të lëpër në fund, sepse është ajo që më bën. Por në mes, që do më pak hapësirë. Ja në këtë mënyrë. Nuk shqetësohemi nëse petat mund të na qahen, mund të na prishen, sepse do prishen në fund ditës, do të duke u palosur ato do të hapen, kështu që mos u kujdesni t'i hapni me delikates, të rrudhosura do të jenë, e tillë është baklavaja, duhet spërkatur mirë edhe me gjalp, sepse baklavaja e do gjalpin në fakt, gjalp edhe ara. Do hidhni sa do hidhni ndërmjet, do me thënë kështu, pastaj ai që ngele do ta hidhni në fund fare. Gjë që nuk ju prish. Unë vendosim edhe këtë. Nuk ka një shtresë të mbuluar në fund? Ja, këto të dyja. Okej, pra se e parë që po na mbarojnë petët. Po. I ke llogaritur, okej. I kisha llogaritur që të dilni tamam ashtu siç duhej, domethënë sepse duhen mbuluar arrat. Tani bëhet kjo spërkatja prap dhe thash që në fund fare mbas prerjes do të hedhim gjalpin që do të na ngelet. Kemi ndezur furën përpara në temperaturën 180 gradë, 25 minuta në 180 gradë dhe mbas 25 minutave do ta ulim në 160 gradë
dhe do ta lëm edhe 15 minuta të tjera dhe do ta kemi gati. Ndërkohë baklavaja e nxehtë, sherbeti i nxehtë, domethënë të dyja të ngrohta, të nxehta. Siç del nga fura, me njëherë e përvëllojmë me sherbet. E kuptoj. Prandaj thash që është një baklava që bëhet e shpejt. Dhe konsumohet po brenda ditës, domethënë. Po. Mirë është që edhe ta lëm, po të duam, se si gjitha ëmbëlsirat, dhe sidomos to që janë me sherbet, kur qëndrojnë, sigurisht që bëhen më të mira. Megjithatë, duke qenë se kjo bëhet kaq shpejt, ne mund ta testojmë një të tillë në shtëpi, edhe nëse mbeteni të kënaqur. Pastaj bëni edhe një variant tjetër, të cilin mund ta ruani e ta shërbetosni ditën e fundit që do të konsumohet, ose një ditë përpara, pra për t'i lënë pak kohë edhe shërbetit që të kalojë në të gjitha shtresat e baklavas. Më shpejt se kaq, nuk besoj se por ju garantoj që do ju pëlqej jashtëzakonisht shumë. Do të ketë një shije fantastike. Tani për prerje, unë do të bëja të prerjen e copave të baklavait, por do t'i bëjmë në formë katrore. Se do një që koha jo? Po. Por duhet prera po jo, që të piqet mirë edhe brenda. Preni mirë deri në fund. Presim edhe këtë anë këtu. Ka ti receta tonë? Po, mund t'i lexosh ani sa të... Prerje katrore do bëjmë ne, nuk është e nevojshme ta shohim. Si prerja e byrekut, pak më të vogla, se janë në ëmbëlsira, janë në tapoza baklavaja. Hajde shohim pak recetat në ekran tani. Shohim edhe sasin që ju duhet për të realizuar, sasin e përbërësve, baklava e rudhosur për bajram. Na duhen 1 kilogram peta të gatshme, 500 gram gjalp të freskët, 600 gram arra, shërbetin, 1,5 kilogram sheqer, 1 litër ujë dhe 1 fet limon. Çfarë do sjellim tjetër sot? Receta na prezanton edhe me gatimin e dytë, makarona me salcë gogozhare dhe kajsus me salcë gogozhare. Interesante kjo. Përbërësit: 1 pako makarona, 1 kavanoz me speca gogozhare, 150 gram djathë të bardhë, 150 gram kajsus dhe 3-4 lugë supe vaj ulliri. Recete këndshme kjo. Do bëjmë edhe parfe sot. Na duhen 500 gram pana, 100 gram sheqer pluhur, 3-4 vezë, 200 gram bajame të pjekura dhe 1 maj krip. Kati, më duken shumë të lezetshme recetat sot. Po, nuk ju kemi dhënë atë gjellën e ditës të hënë, s'kemi bërë fasule, s'kemi bërë thjersa. Se i kemi bërë dhe i dim dhe t'i bëjë. Okej, kemi menduar tani si më ëmbël. 2 nga recetat sot janë ëmbëlsira, por dhe kjo receta e makaronave me gogozhare, mua po më duket shumë interesante për ta parë si do të përgatitet. Sidomos për studentat, për të rinjtë. Makarona me gogozhare. Për të gjithë. Ndërkohë që kemi zgjedhur edhe makaronat pene që janë integrale në këtë rast. Lori Pulja është një markë shumë prestigjioze në fakt, të cilën ju e gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Kasiusin besoj se e njihni, e më pas gogozharet janë këtu, të cilat i gjeni tek në Ranzi dhe janë fantastike edhe për përdorim të zakon, për sallaturina, për variantet të ndryshme, sepse janë të pjekura ndër të tjera. Janë cilësia më e mirë e gogozhareve që mund të gjeni, dhe këtë e themi sepse i kemi konsumuar shumë shpesh këtu në Villa 24. Edhe shijojnë shumë se si do të vinë në pasta, mbetet për t'u parë preve. Po. E preva në katrore. Në katrore. Tani, tham që do t'a pjekim. I hodhëm edhe gjalpin e mbetur dhe tham në temperaturën fillimisht 180 gradë 25 minuta, do t'a ullim pastaj në 160 gradë, do t'a lëm dhe 15 minuta të tjera dhe do t'a kemi gati. Bëhet shumë shpejt gati, ndërkohë që do të kujdesemi për sherbetin, do një 5 minutë që të zihet sherbetit dhe gramatura do t'jetë
në 1 litër, do me thënë 1 kilogram e gjysmë sheqer, 1 litër ujë, 1 fet limoni. Pra kjo lloj baklava e do pak më të plotë sherbeti. Nuk e do, sepse edhe petët janë të holla, nuk janë ato petët e trasha, kështu që e duam, do me thënë, dhe thamë për 1 kilogram peta. Kështu që do i llogaristi në bazë të gramaturave që unë ju kam dhënë. E vendosim në furrë. E vendosim në furrë. Për 25 minuta, deri në orën 10:20, do ta lëmë në temperaturën 180 gradë. Pastaj do ta çojmë në 160, tham, për 15 minuta të tjera. Dhe deri në orën 10, ne do ta kemi gati, në të njëjtën kohë besoj do vendosim edhe shërbetin, ndoshta kur të bëjmë atë shkoputjen e pjesës së dytë. Po, sepse tani pse ta vendosim që tani. Me qënë se do të na duhet i nxehtë, thamë, edhe shërbeti edhe baklavaja. Tani, do nisi me parfen apo me makaronat? Mendoj të nisi me parfen, sepse makarona është një recet shumë e thjeshtë, do të shikojnë anvisa se sa shpejt që bëhet. Kështu që do të vendosim për të... Për parfen do të na duheshin. Kemi pana, kemi sheqerin pluhur, kemi 3 kokra vezë, kemi bajamet, pse ky grupi këtu është i përbërësve që do të na duhen për të përgatitur edhe parfen, ndërsa pjesa tjetër janë për makaronat me specë kokozhare. Të ndihmoj me diçka? Anila, ja sekond, sa të mbledh vetëm këto. Edhe unë me njerë do të vendosë vezët për të përgatitur. Tani duhet vendosim ujë të nxehtë. Ujë të për të pasteurizuar vezët. Është shumë e rëndësishme ajo. Sepse pastaj do të kalojnë në frigorifer në ngrirje. Kështu që dhe kjo do pak kohë, që do të thotë, ndaj duhet ta bëjmë të dytën, që të japim kohë edhe ngrirjes, vendosjes së produkteve në ngrirje. Jap mendoj se mos e bëj dot gjë këtu te kjo, besoj se do të ta trazoj këto që të më kthehet. Se dua ta kthej në marengë. Edhe pastaj po. Sa të më bëhet uji gati? Jo, po mendoja... A do të bëhet? E zënka, jo, nuk isha e sigurta e zinte ena rrahës. Që mos më spërkasi, për andaj. Ja, një metodë interesante. Enë të ngushtë e të thellë, që mos ju kalojnë ato pikat në roba. Megjithatë, në kuzhinë marrim parasysh edhe këtë detaje. E kemi thënë gjithmonë që panën e ëmbël përpara se të fillojmë ta rrahim, duhet ta ruajmë në frigorifer deri në momentin e fundit, pra sa më gjatë të qëndrojë në frigorifer, nxjerrim pikërisht në momentin që do fillojmë ta përgatisim, sepse na ndihmon në mpiksjen e saj, në rritjen e volumit dhe bëhet gati për të kthyer në një masë kremoze e cila më pas do të përdoret në ëmbëlsirën që ju zgjidhni ta vendosni. Është okay? Atëherë kemi në rregull. Thjesht më duhet të pastroj pak këto, sepse dua të trazoj edhe... Lejo, do të ndihmoj unë. Mund ta marrësh Anila, të lutem, faleminderit. Ja, ku e kemi gati. Tani, çdo rahim? Tani veprimi tjetër të vendosim këtu, të thyejmë vezët, ku i kemi? Sa të thyejë tasin. Jo, të thyejmë vezët. E marrim tasin. Le ti marrim një nga një, me qenë se 3 kokra vezë. Po falë. Një s'ka gjë, jo, thjesht ja, të hapim një çik shikimin. Ashtu, i hedhim një nga një. Ua kam thënë gjithmonë që gjithmonë, sidomos kur bëni ëmbëlsira, është e domosdoshme ky test, sepse larg e qoftë jetë ndonjë vezë e prishur, kemi probleme. Vërtet do të pasteurizohen, por sërisht nuk jemi, domethënë, të garantuar. Okej. Do ta lë që të mangroj, ta heqim këtë këtu. Do të vendos edhe bajamet, Anila, se mos ndoshta harim dhe kohën që të marrim një tigan.
Do të japim një Nanex. Kjo e hëna na I lëviz pak këto aksesorët që na duhen edhe enët e gatimit, se I bëjmë punët me themel në shtëpi. Atëherë bajam do t'i kalojmë në një tigan, del një shije tjetër në fakt, kështu që provojeni sa herë që përgatisni ëmbëlsira, por edhe nëse I shtoni në për ato pjatat e sallatës, sallatave të ftohta, risotove etj, sepse përdoren në shumë recete, kalojnë në një ngrohje të lehtë në tigan dhe do të shihni që marrin një shije tjetër. Dhe duhet me dojë moshë bajame të kavërdisen. Jam mjaftueshëm ai se nuk I hedh të gjitha se dhe madje më mbrapa do t'u hedh edhe pak skrip. Kur të ashtu dhe do t'i kalojmë pastaj në makinë grisë, që të coptohen pak, mos të jenë kështu. Bëhet si thuash, kjo është një ëmbëlsirë e ftohtë. Po. Shumë e mirë është. Shumë e mirë. Tani më duhet që të na ngrohet pak ujin. Do të lëm dhe pak më duket? Apo momenti që fillon dhe lësha në avull do të thotë që temperatura është okej? Fillojmë I punojmë neve që mos të na... Ndërkohë që do të më duhet dhe sheqer pudër. Edhe në këtë mënyrë bëjmë atë pastarelizimin e vezëve. Duhet aty duke ushtuar apo do presim një herë të Do rrjetë? presim pak që të më rrisim pak volumin dhe pastaj do të hedhim dhe sheqerin pudër. Ndërkohë që të kemi mendjen edhe këtu, po jo, akoma ende s'kan marrë atë temperaturën e do pak duhur. kohë të ngrohet edhe tigani, edhe një sy edhe nga baklavaja. Okej. Mirë jemi, ka filluar të marri ngjyrën e pjekjes nga sipër. Tham që duhet të jemi pak të kujdesshëm me temperaturën, meqense piqet në temperaturë të lartë fillimisht, dhe duhet ta ruajmë që të mos na piqet më shumë se ç'duhet sipërfaqja e saj. Dhe pastaj do të kalojmë në temperaturë më të ulët, por të dhënë mundësi që pjekja të bëhet edhe në brendësi. Kërkojmë ndjesa mvisave, sot I pas kemi recetat me zhurmë, por faktikisht bëhen shumë të mira. Janë receta që të paktën kjo parfeja do të konsumohet gjatë gjithë verës. Është një recetë që do të na shoqëroj. Po. E justifikon vërtet këtë zhurmën që po bën. E shikoni kur të filloj që të bëhet kështu kremoze, atëherë themi që kemi përfituar, do me thënë, rezultatin e duhur. Ja. Ndërkohë që ajo nxehet. Okej. Të duhet pa? Jo. E shkon, u bërë si çokollatë që thonë, që e kishim ato idenë që thosh në dikur, një çokollatë e pastarelizuar. E kemi në rregull. Ka që? Po, është gati, ja, dhe ujë. Okej, edhe duhet diçka tjetër që ena nuk duhet të prek me fundin e ujë. Do me thënë, ujë mos prek me fundin e enës. Okej, do të ketë një distancë. Tani, do të bashkojmë të dyja këto masat bashk, duke e trazuar.
Do ta lëm pak të na qëndroj. Do të përgatisim edhe bajamet. Po. Pas tiganit do t'i grim. Po. Do t'i hedhim një maj krip. Kripa i ndihmon për të pjekur më shpejt, apo thjesht ato kripën që do ëmbëlsira jashtë do ëmbëlsira, dhe ndërkohë që i shkon, do me thënë nuk themi bajamet të kripura, në këtë moment do me thënë bajamet, edhe lëshojnë më mirë to aromat vajrat eterike që përmbajnë, por ndërkohë që marrin edhe një shije tjetër, dhe tek ëmbëlsira do me thënë ndihet pak, aq sa duhet. Në kuptaj. Se më do gjithë dorën. Po pra, na e fikim atë se s'në duhet. Dhe të thoshe për kremin, nuk ka nevoj se dhe nëse sukthia ashtu si shkum komplet, nuk ka nevoj, ma dje kjo bëhet më mirë në momentin që vendosim për të qëndruar në frigorifer që të stohet. Tani ne këto ta vendosim në frigorifer? Po, do vendoset në ngrirje. Tani? Jo tani. Oke. Më brapa. Mirë. Do hedhim edhe ato bajamet. Do t'i lëm, do me thënë që të ka vërdisen edhe pak, dhe do t'i kalojmë në një makinë grirëse, të cilat do t'i grim, do me thënë jo plotësisht, të jenë, të ndijen ato copëzat. Në kuptaj. Ndërkohë që mendoj që këtë kremin, ta vendosnim, mos t'i bashkojmë që tani, sepse kjo është e ngrohtë, ajo akoma ende nuk është mpiksur ashtu si që duhet, ta lëm në frigorifer, që ta lëm në temperaturë, do me thënë, jo në ngrirje, lartë. Lartë, ta qojon. Po, mund ta qoj manila, edhe të bëhet ai bashkimi pastaj, më thënë, në rikthimin e... Okej, ashtu e bëjmë. Duhet që këto të jenë të ftohura. Shumë mirë. Edhe ajo të përpunohet edhe një herë. Edhe ne, nëse kemi ko anila, tani këto janë bërgati, do vendosim ujin e makaronave këtu, dhe të tregojmë pastaj, jo tjetër. Okej, ta sjell andi apo ta lë këtu? Po, mund ta vendosim këtu anila, se kemi vatër këtu të nxehtë. Okej. Kështu që e vendosim këtu. Atëherë, ujin e makaronave e çojmë në vatrën tjetër, se nuk e di pse Katja ka më mbar të gatuaj këtej. Katja e ke vëre? Po. Shiko, dhe nga që fillojmë këtu, dhe ndërkohë anila, me qenë se neve fillojmë këtu, duhet që të shfrytëzojmë edhe nxehtësinë e vatrave, nxehtësinë që kanë marrë. Okej. Mos të lëmë të. Tani këtë këtu, që t'i bëjmë gati edhe bajamet i kemi t'i lëmë që të naftohen, sepse duhet të ulin temperaturën, t'i tregojmë 1, 3, ja dhe 1, 4. Është mjaftueshëm. Okej. Tu tregoj, do me thënë se... Sa duhet të grihen. Okej. Dhe i hampim që t'i lëmë mundësim pra të ftohen. Ma dje do doni edhe pak të cë. Po do t'i lë të më ftohen një herë. Ndëri të ftojnë dhe i kalojmë pra. Atë mos e laj se pra bajame do shtojmë. Mirë, që do t'i lëmë. Ne jemi fiks në atë momentin që kemi nevoj, si ne ashtu edhe hapësira publicitare, për t'i dhënë kohë pak kremi të naftohet, pak bajameve të naftohen, të navloj mirë edhe uji makaronave, dhe kur të kthehemi, i coptojmë në ato gjatë reklamave, se s'besoj se është nevojshme të shohim se si grihen bajamet. Sigurisht, duhen edhe një tak, do me thënë, sepse ato 3-4 që bëm, do i bëjmë 5-6. Kaq. Mirë, shkojmë në reklama, ne ju presim këtu, mos të largoni. E lam punën në pregatitjen e salsës së makaronave. Që kemi filluar me këto specat gogozhare, kemi shtuar dhe pak lënga specat gogozhare, kemi shtuar më mbrapa kajsus, kemi hedhur edhe djathin e bardh, t'i shtojmë edhe pak vaj, duke 3-4 lugë është mjaftueshëm, sepse edhe vetë kajsusi përmban yndyrë, kështu që nuk ka nevojë për më tepër. Ajo që ngelet tani duhet që t'i bëjmë një griri. Okej. Dhe ndërkohë kemi zjerë makaronat, i kemi shtuar në një tas, këtu besoj do të bëjmë përzierjen e të gjithë përbërësve. Mendoj se është momenti ndërkohë të nxjerrim edhe baklavan nga furra. O Kati? Po. Shërbeti është... E trazoj manila.
Kjo është një recet e shpejt, shumë e shishme, e kënaqshme për të gjithë, sidomos për të rinj. Provojeni edhe do të ngeleni vërtet shumë të kënaqur. Mund të dilte kaq që mirë ke baklavaja. Wow. Bëhet i mirë, Anila. Edhe nuk dallohet fare që është bërë në këtë mënyrë. Shiko tani ti, Anila. Sa të mira ka aromën. Po makaronat shiko sa të mira bëhen. Le të shohim pak. Edhe këto bëhen shumë të mira. Po pra. Nuk ka nevojë që ti kullojmë. Direkt nga tenxheria, të kenë po. Për hapet më mirë në fakt edhe salsa. Sa e thjesht, kollaj fare. Shumë e thjeshtë, por shumë makaronat të shishme. Anila, të lutem ti ta servirim këtë pjatë mendova unë, të parën. Të dyja bashkë. Është me gjithë kështu. Ja vetëm një moment, të postojmë pak baklavan, vendosëm. Një pjatë me makarona e shpejt dhe shumë e shishma. Na unë gjitë. Ja, nuk ka gjë. Marim një pecet dhe pestra. Edhe pak nga kjo salca sipër. Edhe makaronat i kemi gati. Ajo që do të bëjmë është, parfeni kemi vendosur në frigorifer, nuk është e nevojshme ta nxjerrim më, sepse ajo tashmë ka filluar të ftohet dhe të kryejë atë procesin e ngrirjes. Megjithatë, për ta parë edhe një herë nga fillimi të gjithë emisionin e sotëm dhe të tëra recetat që kemi sjellë tek ju, do duhet të klikoni pak minuta më vonë në dy kanalet tona zyrtare në YouTube, në kanalin zyrtar të televizionit News 24, gjithashtu në Villa 24 ose në Balkan Web. Në të gjitha këto mënyra gjeni recetat nga fillimi deri në fund, gjithashtu edhe ato që nuk i kemi këtu mbi tryezë, sepse duhet të qëndrojnë në frigorifer si në rastin e parfes. Ndërkohë që kemi nxjerrë, domethënë sherbetin të nxehtë dhe baklavan të nxehtë. Si kemi nxjerrë direkt nga fura dhe e hedhim direkt. Edhe shikoni edhe sherbetin që e kemi kështu të plot. Mos keni merak, nuk qulloset, ju a garantoj këtë gjë, sepse e kam provuar disa herë dhe është baklavaja që më pëlqen më shumë dhe baklavaja që bëhet shumë shpejt gati. Atë që ju thash, për 45 minuta dhe 20 do me thënë do në fur, edhe 5 minuta që të marri si tuash pak ftofje dhe e serviri me një gotë akullore. Me një gotë, me një lugë akullore. Nëse doni ta bëni pak si më ndryshe, sepse është ai baklava i zakonshëm, siç e patë është ai baklava i rrudhosur që piqet shpejt, prandaj ato rrudhat e japin mundësinë që baklavaj të piqet më shpejt se sa ai baklavaj që është shtresa, që është shumë i mpirm, domethënë i ngjeshur. Ndërsa këtu është i rrudhosur dhe piqet edhe shpejt. Ndërkohë edhe sherbetin e merr shpejt, i bën të gjitha shpejt ky lloj baklavaj. Edhe konsumohet edhe shpejt dhe shijohet shumë mirë. Makaronat tona këtu të famshme që janë shumë të mira, provojeni, do më kujtoni, me pak gjëra. Është ajo, si thua, kur ke 2 gjëra në shtëpi, një gatim i shpejt, shumë i shishëm dhe shumë i kënaqshëm. Kajsusi bën diferencën. Po, sepse i shton tërësisht. Dhe spesa kokozhare, kështu që këto ishin gatimet për sot, Anila. Të lumë shënduar të kate. Faleminderit. Të lumë shënduar. Faleminderit, kënaqësi e dashur që ndajmë këtë emision çdo ditë bashkë. Faleminderit. Më ndrin Anila, mendoj të ndrim edhe neve recetat tona. Faleminderit dhe ju të dashur anëvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos i hezitoni, përgatisni familjet tuaja, provojeni më shpejt baklavan, si thua, të javë, që ta keni nëse do të ngeleni të kënaqura për Bajram. Mirupafshim, kalofshi bukur. Ndahemi nga kuzhina duke kujtuar që nesër rikthehemi me Katerinën në kuzhinë që në orën 9 në një tjetër nisje të Villa 24. Idet nuk mbarojnë asnjëherë në kuzhinë, mjafton dëshira për të sjellë pjata të shijshme, ekonomike, të shëndetshme në familjet tuaja, gjë që ne kemi me merak çdo ditë sa herë që mendojmë recetat e radhës. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare.